Në Prishtinë, gara për kryetar komune u shndrua në njërin nga më të ngushtat në zgjedhjet lokale të këtij viti. Rundi I parë I mbajtur me 12 tetor dëshmoi përballje me rezultat të ngushtë mes Përparim Ramës të Lidhjes Demokratike dhe Hajrullah Qeku të Lëvizjes Vetëvendosje me një diferencë prej disa qindra votash. Rama që kërkonte një mandat të dytë në krye të kryeqytetit arriti të grumbullojë rreth 35.595 vota ose 33.7% të elektoratit. Qeku, kandidati I vetëvendosjes dhe ish ministri I kulturës, ju afrua me 35.077 vota apo 33.2%. Me që asnjëri nuk kaloi pragun e 50%-shit, gara për Prishtinën kaloi në balotazh, një epilog që pritej me shumë interes, pasi kryeqyteti shihej si simbol politik për dy subjekte të vetme që kanë qeverisur me të deri tash, LDK-n e Lëvizjen Vetëvendosje. PDK-ja që doli e treta në rundin e parë nuk deklaroi publikisht për kraje për njërin nga kandidatët, megjithëse negociatat në prapaskje nuk munguan. EAK-ja me forcë përfaqësuese prej rreth 9% në Asamble Komunale u rreshtua me LDK-n. Balotazhi konfirmoi rritjen e votës tek dy kandidatët, por që Rama fitoi me një diferencë prej rreth 3.000 votash. Në tubimin festiv pas balotazhit të 9 nëntorit, Rama ka thënë se qytetarët e Prishtinës edhe një herë treguan se duan zhvillimin e jo bllokimin. Sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, jo bllokim. Fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit. Fitoi dinjiteti, uniteti dhe civilizimi politik I këtij qyteti. Kjo është fitoria më e madhe që mund të ketë një kryeqytet. Hajrullah Qeku, kandidati I Lëvizjes Vetëvendosje, e ka uruar Përparim Ramën për fitoren e për Prishtinën ka uruar që të dalë nga kaosi në të cilën është futur. Si Lëvizje Vetëvendosje, do të sigurohemi që nga opozita në Kuvendin Komunal të Prishtinës të qëndrojmë afër qytetarëve dhe të përcjellim secilin hap që qeverisja e ardhshme do të ndërmarrë, duke u siguruar që interesi I qytetarëve dhe I qytetit të mbrohet deri në fund. Në garën e balotazhit, Rama siguroi 51.24% apo 46.935 vota, kurse Qeku 48.46% apo 44.126 vota.